politik për të synuar... Pse s'duhet ta ketë zoti Kurti president e Vjosa Osmani? Po nuk e di, mund ta pesni atë, po... Po çfarë të keqe ka bërë për... Çfarë është një e keqe që i ka bërë Albin Kurti ose shtetit të Kosovës? Albin Kurti duhet ta tregoj këtë pjesë në raport se pse nuk duhet. A di si është puna? Nga kandidatët të cilat i ka propozuar, të cilat janë miq të mi natyrisht, edhe të gjithë janë më pak se Vjosa Osmani. Dhe do thotë kjo që vetëvendosja më pak në shkuptim. Po në pak të vlerës, të karizmit, po cila është vlera, se për shembull te intelektualizmi është e diskutueshme kjo gjë. Zoti Konjusa për shembull është intelektualisht nuk është më dobët se zonja Osmani, për shembull, është interpretimesh. Nuk është ekuivalent me Vjosa Osmani. Në shkuptim. Por të dijes, cilat janë parametrat po ju pyes. Merrni një fletë të bardhë dhe sipas dëshirës juaj apo kushtetutës paraqiti 5 kriteret që duhet të ketë një kandidat që të jetë president i Republikës Kosovës. Ja kriterin e parë po ju jap. Kriteri i përfaqësimit ose i unitetit. Për shembull, zoti Konjusa është më pak polarizues se zonja Osmani, që po guxoj unë të lëshohem në atë që nuk do duaj si gazetar. Nuk është e vërtetë. Si nuk është e vërtetë? Absolutisht jo. Zonja Osmani ka pasur polarizime të mëdha me PD-n sidomos, por ka pasur edhe me parti tjera. Po edhe Gleu Konjusa ka pasur polarizime të tilla. Po, vetëse pozicioni i tij, pozicioni i tij ku ka qenë në kuvend ka pasur pozicion më të butë. Po pra. Po në rregull pozicioni i tij ka bërë një pranueshmëri të tillë, një pozicion të tillë. Dhe aktualisht unë, ju e dini që jam objektiv edhe në politikë dhe mund t'i them edhe të metat, nuk është problem, por aktualisht, aktualisht nga të gjitha figurat të cilat janë diskutuar nga vetëvendosja për të përfaqësuar, për të marrë pozitën në presidencë, të gjithë mendojnë që Vjosa Osmani ka qenë... Mendojnë të gjithë, për shembull, PD-ja nuk ja ofronte as në nënshkrimet as për krajen. AK-ja nuk ja ofronte as për nënshkrimet as për krajen. AK-ja nuk ka qenë. AK-ja ka pas diskurse që ne në cilën do formë duhet të kemi institucionet e Kosovës, çfarë do që do t'jenë ato dhe vetëm të mos shkojmë në zgjedhje. Pse nuk është po? Pse nuk opozicioni i zonës Osmani një pragmatizëm i pastër politik? Tash pragmatizmi në politikë është kanjëherë edhe i pashmangshëm, se zoti Kurti ka synimet e tij politike, siç kanë gjithë. Por pse gjithçka që po bëhet këtyre ditëve nga zonja Osmani nuk është i menduar vetëm për te vetës saj? A ka kuptim kjo pyetje? Jo, nuk është, pse po thua kështu? Po ju pyes sepse gjithë aja thoshte që është në interes të Republikës që unë të jam president. Është e vërtetë. Të thuash. Po shumë e vërtetë. Si mund thuash për veten ashtu? Po në këto kriza globale, në këto krizat të cilat kanë qenë, në këto konflikte, në këto gjithë këto lufta të cilat po bëhen nëpër Kosovën nëpër botën. Dhe kjo pranueshmëri e Vjosës në arenën ndërkombëtare, natyrisht ne kemi pasur nevojë për këto hapje dyrash në momentet që këso herët ki nevojë më thirr në telefon, s'ka pasur nevojë Kosova për këtë çështje? Është pak reduktim kjo sa të thirr telefon. Jo, po jo. Është e rëndësishme çfarë mund të arrish, se besoj që nuk jeni duke menduar që zonja Osmani do zgjidhte çështjen e Gazas. Pavarësisht që jemi partner me qartë, po nëse ndonjëherë nëse Kosovës është pa mirë, po nëse CNN e BBC ka thënë që këto kriza mund të prekin edhe Kosovën atje dhe mos të vizitohet Kosova, natyrisht edhe duke pasur parasysh sa post që të ushtarak janë rreth kufirit me Serbinë, të cilat rreth 47, dhe natyrisht një siguri të tillë dhe një afërsi të tillë të Kosovës me partnerin më strategjik, me partnerin që ofron sigurinë botërore Donald Trump nuk është presidenti i Amerikës, është presidenti i krejt botës. Natyrisht do të jesh ke pikë strategjike dhe siguri. Interpretimi juaj, ai nuk është presidenti i krejt botës. Absolutisht. Po vërehet që nuk është presidenti i gjithë botës, nuk mund të jetë. Nëse jeni duke i përcjellur, raportet e tij me Bashkimin Evropian janë shumë të cenueshme, janë shumë të lëndueshme, janë shumë po është figura më dominante në Kosovë, si mund ta mohosh? Si më dominante, si mund ta pozicionin e Amerikës. SBA-t nuk janë të zotët e kësaj bote? Nuk janë të